Ekzistojnë gjasa serioze që deri në vitin 2028 edhe një shtet tjetër i Ballkanit Perëndimor të bëhet antar i Bashkimit Evropian. Maqedonia e Veriut e ka vendin e saj në BE, por miratimi i ndryshimeve kushtetuese mbetet kushti domosdoshëm për hapjen e radhës në procesin e antarësimit. Këtë deklaroi sot Komisionerja Evropiane për zgjerim Marta Kos në konferencën e përbashkët për shtyp me kryeministrin Hristijan Mickoski. Komisionera Kos u bëri thirrje partive politike që të arrijnë marrëveshje për ndryshimet ligjore, duke vlerësuar se reformat janë përgjegjësi e përbashkët e të gjithë aktorëve politik. Antarësimi në BE do të sjellë përfitime edhe më të mëdha. Do ta shpjegoj këtë me shembullin e Malit të Zi. E dim se Mali i Zi është lider në procesin e integrimit dhe kur do të bëhet antar, do të marrë 3 fish më shumë mjete nga ndihma financiare e BE-s. Përfitimet do të jenë të menjëhershme dhe të njëjtën gjë e dëshirojmë edhe për Maqedoninë e Veriut, por miratimi i ndryshimeve kushtetuese të dakorduara mbetet hapi i domosdoshëm për fillimin zyrtar të negociatave të antarësimit. Prandaj edhe një herë e inkurajoj qeverinë që ta nisë këtë proces, i cili së shpejti mund të sjellë ndryshime në kushtetut. Ju e keni vendin tuaj në Bashkimin Evropian si shtet antar me të drejta të plota dhe na lejoni të punojmë së bashku. Kryeministri Hristijan Mickoski deklaroi se pret që integrimi evropian të mbetet një proces i bazuar në kriteret të qarta, në vlera dhe në përmbushjen e reformave, e jo një proces i ngarkuar me çështje dypalëshe që krijon pasiguritë e qytetarët. Doverba, предвидливост, еднаков третман и почитување на достоинството на секоја држава кандидат. Qytetarët prej vitesh kanë treguar përcaktim të qartë për idenë evropiane. Gjatë kësaj periudhe janë marrë vendime të vështira, janë ndërmarrë obligime serioze dhe janë bërë hapa të rëndësishëm me bindjen se çdo kriter i përmbushur do të vlerësohet në mënyrë objektive dhe të parashikueshme. Prandaj sot është rëndësishme të ekzistojë besimi se procesi do të vazhdojë sipas të njëjta rregullave që vlejnë për të gjithë kandidatët dhe për të gjitha shtetet që kanë kaluar këtë rrugë. Për ne nuk ka asnjë alternativë tjetër dhe as plan B. Opsioni ynë i vetëm është antarësimi në Bashkimin Evropian dhe përkushtimi maksimal në zbatimin e reformave. Duke ju përgjigjur pyetjeve të gazetarëve, kosta se Bashkimi Evropian nuk mund të jap garanci paraprake dhe se BE-ja ndërtohet mbi besimin, përgjegjësinë, përkushtimin dhe zbatimin e obligimeve. E pyetur se si Maqedonia e Veriut mund të ndërtojë besim me Bullgarinë, kur ajo nuk e njeh gjuhën dhe identitetin maqedonas, Kos u përgjigj se vetë Bashkimi Evropian është ndërtuar me besimin. Komisionerja Marta Kos paralajmëroi se gjatë vjeshtës Shkupin do të vizitojë edhe presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen.